Në Kur'anin famlar, thot Zoti I Gjithësisë, robërit e Zotit janë edhe ata të cilët thonë: O Zoti jon, largoje ti prej nesh vuajtjen e xhehenemit, se nuk ka dyshim se vuajtja në të është diçka shumë e rëndë. Janë pikërisht robërit e Zotit, ata të cilët kërkojnë mbrojtje nga zjarri I xhehenemit. Po pse? Po sepse këto e dinë që në të vërtetë ekziston zjarri I xhehenemit. Këto e dinë që në të vërtetë do të dalin para Zotit dhe do t'japin llogari. Do dalin para Zotit dhe do japin llogari. Se një njeri I cili nuk e beson zjarrin e xhehenemit dhe thot: kush ka qenë atje që e ka pa, ky njeri nuk thot ndonjëherë o Zot fal. Ky njeri nuk thot ndonjëherë o Zot mbrojt nga zjarri I xhehenemit. Por ishte Muhamedi alayhi salatu vesselam, I cili vazhdimisht I mësonte shokët e tij, por dhe vetë e praktikonte shumë, që lutej vazhdimisht që Allahu I lartësuar ta ruante atë nga zjarri I xhehenemit. Dhe madje Muhamedi alayhis salam na ka treguar dhe na ka thënë: luteni Zotin tuaj që t'ju ruaj nga zjarri I xhehenemit në fund namazit. Ka përmend pejgamberi alayhis salam 4 gjëra. Një prej këtyre ka thënë: thuaj Allahumme, o Zoti im, më ruaj nga ndëshkimi I zjarrit të xhehenemit.